Era e kripur që vinte nga deti jon përplasej çdo mëngjes mbi fshatin e vogël në jug të Italisë, një vend ku koha dukej sikur kishte vendosur të ecte më ngadalë se kudo tjetër. Shtëpitë e ulta prej gurit të verdh mbaheshin njëra pas tjetrës si plesh të lodhur që kërkonin mbështetje, ndërsa rrugicat e ngushta mbartnin gjurmë jetësh të tëra, hapa fëmijësh, britma grash nga dritaret, heshtjen e burrave që ktheheshin nga deti me duar bosh. Në këtë vend ishte rritur edhe ai, njeriu që tani njihet në botë si një nga sipërmarrësit më të suksesshëm italian, por që dikur kishte qenë vetëm një djalë i varfër, me rroba të vjetra dhe ëndra më të mëdha se xhepat e tij. Emri i tij ishte Marco De Santis, por askush në fshat nuk e kishte thirrur kështu prej më shumë se 30 vitesh. Për ta, ai kishte qenë thjesht Marco i Antonios, djali i zrugtarit që vdiq herët dhe i gruas që u plak para kohe. Marco ishte larguar nga ky vend në moshën 22 vjeçare, me një valixhe të vogël, pak para dhe një zemër të mbushur me mëlef ndaj varfërisë që e kishte përndjekur që fëmijë. Ai nuk kishte kthyer kokën pas atë ditë dhe për shumë vite nuk ishte kthyer as me trup, as me mendje. Bota e kishte ndryshuar. Qytetet e mëdha, zyrat prej xhami, kontratat milionesh edhe udhëtimet, pafund e kishin bërë një njeri tjetër. Ishte bërë i pasur, jashtëzakonisht i pasur, por në një mënyrë të çuditshme, sa më shumë shtoi pasuria e tij, aq më e rëndë bëhej një pyetje që nuk i ndaj, çfarë kishte mbetur nga familja e tij, nga njerëzit që ai kishte lënë pas? A e donin ata ende Marcoën, apo vetëm hijen e suksesit të tij, historinë që mund të tregoheshin me krenarin nëpër tavolina? Vitet e fundit, lajmet të copozuara kishin bërritur tek ai. Një kushëri që kishte hapur një biznes të vogël dhe kishte dështuar. Një motor që ankoi për jetën e vështirë. Një nën që plakej, gjithnjë më e heshtur në telefon, por asgjë nuk ishte e qartë. Fjalët ishin gjithmonë të kujdesshme, të mbështjella me mirësjellje, dhe Marco kishte filluar të dyshonte se ajo që i tregoi nuk ishte e vërteta e plot. Vendimi për t'u kthyer nuk erdhi menjëherë. U pjek ngadalë, si vera e vjetër në bodrumet e errëta të jugut. Dhe kur më në fund u mor, ishte i shoqëruar nga një ide që do t'i dukej e çmendur kujdo tjetër, ai nuk do të kthehej si milioner. Jo me makina luksoze, jo me kostume të shtrenjta, jo me premtime ndihme. Do të kthehej si një njeri i thyer nga jeta i varfër, pothuaj i harruar, për të parë me sytë e tij se çfarë vlere kishte ende për familjen e tij, pa pasurinë që e kishte bërë të famshëm. Udhëtimi drejt jugut ishte i gjatë dhe i heshtur. Marco la pas autostradat e shpejta dhe aeroportet plot dritë, dhe zbriti në një stacion të vogël treni ku bojrat e tabelave ishin zbehur nga dielli. Ai kishte veshur rroba të thjeshta, një pallto të vjetër, këpucë të konsumuara dhe mbante me vete vetëm një çantë të zakonshme. Asgjë nuk e tradhtonte jetën që kishte lënë pas. Kur zbriti nga treni, askush nuk e njohu. Dhe kjo, për çudi, i solli një ndjesi çlirimi dhe frike njëkohësisht. Fshati e priti ashtu siç priste gjithmonë të huajt, me indiferencë të ftohtë. Dyshani i bukës ishte ende në të njëjtin vend, kafeneja në cep mbante të njëjtën erë kafeje të fortë dhe tymi, ndërsa sheshi i vogël kishte mbetur pothuaj i pandryshuar. Vetëm njerëzit ishin plakur. Marco i shikonte fytyrat e tyre dhe përpiqej të gjente gjurmë të së shkuarës, por koha kishte punuar pa mëshirë mbi ta. Shtëpia e familjes De Santis ndodhej pak më larg qendrës, në një rrugë të pjerrë që të çonte drejt Kodrës. Ishte një ndërtesë vjetër, me mure të çara dhe një portë hekuri që dikur kishte qenë blu. Marco ndaloi përballë saj dhe për një çast ndjeu një shtrëngim në krahëror. Këtu kishte kaluar fëmijërinë, këtu kishte mësuar çfarë do të thoshte të mos kishe asgjë, dhe këtu po kthehej tani, jo për të treguar suksesin, por për të provuar diçka shumë më të dhimbshme. Trokitja e tij në derë ishte e lehtë, pothuaj hezituese. U desh pak kohë para se dera të hapej. Para ti u shfash nëna e tij, Maria e rrudhër, më e vogël në shtat, me sy që dukej se kishin parë shumë më tepër se sa mund të përballonte një njeri i vetëm. Ajo e shikoi për disa sekonda pa folur, sikur po përpiqej të lidhte një kujtim të vjetër me fytyrën që kishte përpara. Kur më në fund e njohu, duart i dridheshin. Nuk ishte një moment dramatik, as i mbushur me britma gëzimi. Ishte një njohje e heshtur, e rëndë, si një peshë që binte ngadalë mbi supet e saj. Marco a përqafoi, dhe në atë përqafim ndjeu sa e brish ishte bërë, sa shumë kishte humbur gjatë mungesës së tij. Ai hyri në shtëpi si një mysafir, jo si i zoti i dikurshëm. Mobiljet ishin të vjetra, muret të zverdhura nga lagështia, dhe gjithçka mbante erën e varfërisë së përhershme që nuk i kënkur plotësisht. Motra e tij, Lucia, u shfaq pak më vonë, me një shprehje që përzjente habin dhe dyshimin. Ajo e përqafoi, por shikimi i saj rëshiste herë pas here mbi rrobat e tij, mbi çantën e thjeshtë, sikur po përpiqej të kuptonte se çfarë kishte ndodhur me jetën e tij. Marco foli pak për veten. Ta se kishte kaluar vite të vështira, se bizneset nuk kishin shkuar mirë, se kishte humbur gjithçka.
Fjalët I dilnin me kujdes, të ndërtuara për të krijuar imazhin e një njeriu të thyer. Ai vëzhgonte reagimet e tyre, çdo ndryshim të vogël në fytyrë, çdo heshtje që zgjatej pak më shumë se ç'duhej. Në sytë e nënës pa dëmshuri, por edhe frikë. Në sytë e motrës pa diçka tjetër, një llogaritje të heshtur, një pyetje që ende nuk ishte bërë me zë të lartë. Dhe ndërsa ora kalonte dhe shtëpia mbushej me hije të mbrëmjes, Marco filloi të kuptonte se testi I tij sapo kishte nisur. Mbrëmja ra ngadalë mbi shtëpinë e vjetër, duke e mbështjell me një heshtje që dukej më e rëndë se zakonisht. Drita e zbete llambës në kuzhinë ndriçonte fytyrat e lodhura të familjarëve, ndërsa Marco rrinte ulur në një karrige të vjetër druri, duke vëzhguar çdo lëvizje, çdo frymëmarrje. Nuk kishte ardhur për të qodhur. Çdo minutë ishte pjesë e provës që kishte vendosur t'i bënte vetes dhe atyre. Nëna e tij u përpoqte të krijonte një ndjesë normaliteti. Nxori nga dollapi disa pjata të vjetra, vendosi pak bukë dhe djath mbi tavolinë dhe një tenxhere me supë të hollë që mezi mjaftonte për të gjithë. Marco e dinte se ajo po jepte maksimumin me ato pak gjëra që kishte. Në këtë gjestë të vogël kishte ende dashuri, por edhe një varfëri të pashmangshme që shtrëngonte zemrën. Lucia, motra e tij, rrinte më e tërhequr. Ajo e shikonte vëllain her pas here, sikur po përpiqej të zbulonte diçka të fshehur pas fytyrës së tij. Kur Marco foli për vështirësitë e fundit, për humbjet dhe për faktin se nuk kishte ku të shkonte, ajo nuk reagoi menjëherë. Vetëm pasi heshtja u bë e padurueshme, shpreu një keqardhje formale të thatë që më shumë dukej si detyrim se sa ndjenje sinqert. Natën e parë Marco e kaloi në dhomën ku kishte fjetur si fëmijë. Krevati I vjetër kërciste sa herë që lëvizte dhe muret mbanin ende gjurmë lapsash, shenja të një kohe kur ëndrat ishin të pastra dhe të pakomplikuara. Ai nuk flinte dot. Mendimet I silleshin rreth asaj që kishte parë, dashurinë e heshtur të nënës dhe ftohtësinë e matur të motrës. Ende nuk kishte ndodhur asgjë tronditse, por instinkti I tij I thoshte se prova e vërtet ishte ende përpara. Ditët që pasuan zbuluan një realitet edhe më të vështirë. Marco u përpoqte të përfshihej në jetën e përditshme të familjes, duke ndihmuar me punë të vogla, duke dalë në fshat për të kërkuar punë të përkohshme. Ai e bëri këtë jo vetëm për të ruajtur rolin e të varfërit, por edhe për të kuptuar sa e rënd ishte bërë jeta për ata që kishin mbetur pas. Fshati nuk ishte më ai që kishte lënë. Shumë të rinj kishin ikur, dyqanet ishin mbyllur ose mezi mbaheshin gjallë dhe njerëzit flisnin me një lodhje të thellë në zë. Marco e ndjeu se varfëria këtu nuk ishte thjesht mungesë parash, por mungesë shprese. Dhe në këtë mjedis, prania e tij, një burr pa punë dhe pa të ardhme të qartë, shihej më shumë si barë se sa si bekim. Nëna e tij nuk u anku asnjëherë. Ajo e pranoi kthimin e tij pa kushte, duke u përpjekur të fshehte shqetësimin për ditën e nesërme. Por Lucia filloi të tregonte shenja nervozizmi. Ajo kishte familjen e saj, një burr që punonte her pas here dhe 2 fëmijë të vegjël. Çdo gojë shtesë në shtëpi ishte një problem real. Dhe megjithse nuk e thoshte drejt për drejt, Marco e ndjente se prania e tij po bëhej e padëshiruar. Një pasdite, ndërsa po ktheheshin nga tregu I vogël I fshatit, Lucia përmendi me kujdes se ndoshta Marco duhet të mendonte për një zgjidhje tjetër, për një vend tjetër ku mund të qëndronte. Ajo e paketoi këtë sugjerim si këshill miqësore, por fjalët e saj ishin të ftohta dhe të llogaritura. Marco e dëgjoi pa reaguar. Brenda tij, diçka u thye, por ai e dinte se testi I tij po funksiononte. Ndërkohë, lajmi për kthimin e tij u përhap në fshat. Njerëzit filluan ta shikonin me një përzierje kurioziteti dhe keqardhjeje. Disa e kujtonin si djalin e zgjuar që kishte ikur për një jetë më të mirë. Tani ai ishte kthyer pa asgjë. Për ta, kjo ishte një histori e zakonshme, po thuaj paralemëruese, jo të gjithë që largohen arrin suksesin. Në këto ditë, Marco filloi të vëzhgonte edhe pjesën tjetër të familjes. Një kushëri I largët erdhi për vizitë, duke kërkuar ndihmë për një borxh të vjetër. Kur kuptoi se Marco nuk kishte para, interesi I tij u shua menjëherë. Një hallë moshuar e priti me përqafime, por shpejt biseda u kthye në ankesa dhe kërkesa të fshehura për ndihmë financiare që Marco nuk mund t'i jepte. Sa herë që bëhej e qartë se ai ishte I varfër, njerëzit tërhiqeshin, sikur varfëria e tij të ishte ngjitse. Ditë pas dite, Marco po shite një pasqyrë të hidhur të natyrës njerëzore. Ai po kuptonte se sa shpejt dashuria dhe respekti mund të zbehen kur pasuria zhduket. Megjithatë, ende nuk kishte ardhur momenti që do ta trondiste vërtet. Ende kishte shpresë se, pavarësisht gjithçkaje, familja e tij do të tregonte diçka më shumë se interes. Kjo shpresë filloi të lëkundej një mbrëmje, kur Marco dëgjoi rastësisht një bisedë mes Lucias dhe burrit të saj. Ata flisnin me zë të ulët, por mjaftueshëm që ai të kuptonte thelbin, prania e tij po I rëndonte financiarisht dhe emocionalisht. Ata po diskutonin mundësinë që Marco të largohej, ndoshta të shkonte në një stre ose të kërkonte ndihmë diku tjetër.
Asnjë fjalë për përpjekje për ta mbajtur, asnjë mendim për atë që kishte kaluar. Marco u tërhoq në dhomën e tij pa u bërë i dukshëm. Zemra e rritë fort, jo nga zemërimi, por nga zhgënjimi i thellë. Ai kishte ardhur për të testuar familjen, por tani po ndjente se testi po e testonte atë vetë. A kishte gabuar që ishte larguar? A kishte pritur shumë nga njerëz që edhe vetë luftonin për të mbijetuar? Megjithatë, ajo që do të ndodhte më pas do t'i jepte përgjigje këtyre pyetjeve në një mënyrë që nuk e kishte parashikuar kurrë. Sepse familja e tij nuk kishte mbaruar së treguari fytyrën e saj të vërtetë, dhe veprimi që do të ndërmerrnin së shpejti do ta trondiste Marcon shumë më thellë se çdo fjalë e thënë deri tani. Ditët kalonin dhe tensioni në shtëpi bëhej gjithnjë më i dukshëm, edhe pse askush nuk e shpreh të hapur. Ishte një lloj lodhjeje e heshtur që ulej mbi çdo mëngjes dhe rëndonte mbi çdo darkë. Marco e ndjente veten si një pranie e tepërt, si një kujtim i gjallë i një dështimi që familja nuk donte ta shikonte çdo ditë. Nëna e tij përpiqej të ruante një ekuilibër të brisht. Ajo vazhdonte të gatuante pak më shumë se zakonisht, të ndante racionet me kujdes, të fshinte lodhjen pas një buzëqeshjeje të zbetë. Por netëve, kur mendonte se askush nuk e shihte, ajo rinte ulur pranë dritares, duke parë errësirën jashtë, sikur po përpiqej të gjente aty një përgjigje për të ardhmen. Marco e kishte parë disa herë këtë skenë, dhe çdo herë i ishte shtrënguar zemra. Ajo ishte i vetmi person në atë shtëpi, që dukej se nuk po e peshonte vlerën e tij me para. Ndryshe ishte sjellja e Lucias dhe burrit të saj. Ata filluan të flisnin gjithnjë më shpesh për shpenzimet, për faturat e papaguara, për faktin se shtëpia ishte tashmë shumë e mbushur. Fjalët nuk drejtoheshin drejt për drejt ndaj Marcos, por ai ishte gjithmonë aty, duke i dëgjuar, duke i ndjer. Çdo ankesë ishte një kujtesë e qartë se ai nuk kishte çfarë të ofronte. Marco vazhdoi të kërkonte punë, por realiteti i jugut të Italisë ishte i pamëshirshëm. Punët ishin të pakta dhe paguheshin keq. Ai u refuzua disa herë pa shumë shpjegime. Disa e shikonin me dyshim, të tjerë me keqardhje, por askush nuk i ofroi diçka të qëndrueshme. Çdo refuzim e thellonte rolin e tij si i varfër dhe i pafuqishëm, dhe njëkohësisht e afronte më shumë me të vërtetën që po zbulonte për familjen. Një mëngjes, Marco vuri re se nëna e tij kishte filluar të shiste disa nga sendet e vjetra të shtëpisë. Fillimisht ishin gjëra të vogla, një orë e vjetër muri, disa pjata që nuk përdoreshin më. Më pas, një karrige që kishte qenë e babait të tij. Ajo nuk i tha asgjë, por Marco e kuptoi menjëherë arsyen. Prania e tij po kushtonte, dhe ajo po përpiqej ta mbante familjen në këmbë, edhe nëse kjo do të thoshte të hiqte dorë nga kujtimet. Ky ishte një nga momentet kur Marco mendoi seriozisht ta ndalte lojën e tij. I erdhi të tregonte të vërtetën, të nxirrte në pa gjithë pasurinë që kishte dhe t'i jepte fund kësaj vuajtjeje. Por diçka e mbajti. Një ndjenjë fortë se ende nuk kishte parë gjithçka. Se testi nuk kishte arritur ende pikën e tij kulmore. Kjo pikë erdhi në mënyrë të papritur, në një mbrëmje të ftohtë kur familja ishte mbledhur në kuzhinë. Atmosfera ishte e rëndë dhe fjalët vinin me vështirësi. Marco e ndjente se diçka po zjente në sipërfaqe, dhe nuk u gabua. Lucia, e shtyr nga stresi dhe frika, më në fund e artikuloi atë që kishte qenë e pashprehur për javë të tëra. Ajo sugjeroi që Marco të largohej nga shtëpia, të gjente një vend tjetër ku të qëndronte, ndoshta te ndonjë strehe ose tek ndonjë i njohur. Fjalët ranë sigur të rënd. Nëna e tij u shtan, syt i mbushën me lot, por nuk foli menjëherë. Marco e mbajti veten të qetë, edhe pse brenda tij po shpërthente një përzierje emocionesh, dhimbje, zhgënjim, por edhe një lloj qartësie të ftohtë. Tani gjithçka po bëhej e dukshme. Familja e tij, ose të paktën një pjesë e saj, po zgjidhej të mbrojë duke e larguar atë. Pas asaj mbrëmjeje, marrëdhëniet ndryshuan rrënjësisht. Marco filloi të ndiej si një i huaj në shtëpinë e tij të fëmiris. Lëvizjet e tij ishin të kujdesshme, prania e tij gjithnjë më e padukshme. Ai e kuptoi se në sytë e tyre, ai nuk ishte më Marco, vëllai apo djali, por një problem që duhej zgjidhur. Por ajo që e tronditi më shumë ndodhi disa ditë më vonë. Marco dëgjoi rastësisht një bisedë tjetër, këtë herë mes disa familjarëve të tjerë që ishin mbledhur në shtëpi. Ditët kalonin dhe tensioni në shtëpi bëhej gjithnjë më i dukshëm, edhe pse askush nuk e shpreh të hapur. Ishte një lloj lodhjeje e heshtur që ulej mbi çdo mëngjes dhe rëndonte mbi çdo darkë. Marco e ndjente veten si një pranie e tepërt, si një kujtim i gjallë i një dështimi që familja nuk donte ta shikonte çdo ditë. Nëna e tij përpiqej të ruante një ekuilibër të brisht. Ajo vazhdonte të gatuante pak më shumë se zakonisht, të ndante racionet me kujdes, të fshinte lodhjen pas një buzëqeshjeje të zbetë. Por netëve, kur mendonte se askush nuk e shihte, ajo rinte ulur pranë dritares, duke parë errësirën jashtë, sikur po përpiqej të gjente aty një përgjigje për të ardhmen. Marco e kishte parë disa herë këtë skenë, dhe çdo herë i ishte shtrënguar zemra. Ajo ishte i vetmi person në atë shtëpi,
që dukej se nuk po e peshonte vlerën e tij me para. Ndryshe ishte sjellja e Lucias dhe burrit të saj. Ata filluan të flisnin gjithnjë më shpesh për shpenzimet, për faturat e papaguara, për faktin se shtëpia ishte tashmë shumë e mbushur. Fjalët nuk drejtoheshin drejt për drejt ndaj Marcos, por ai ishte gjithmonë aty, duke i dëgjuar, duke i ndjer. Çdo ankesë ishte një kujtesë e qartë se ai nuk kishte çfarë të ofronte. Marco vazhdoi të kërkonte punë, por realiteti i jugut të Italisë ishte i pamëshirshëm. Punët ishin të pakta dhe paguheshin keq. Ai u refuzua disa herë pa shumë shpjegime. Disa e shikonin me dyshim, të tjerë me keqardhje, por askush nuk i ofroi diçka të qëndrueshme. Çdo refuzim e thellonte rolin e tij si i varfër dhe i pafuqishëm, dhe njëkohësisht e afronte më shumë me të vërtetën që po zbulonte për familjen. Një mëngjes, Marco vuri re se nëna e tij kishte filluar të shiste disa nga sendet e vjetra të shtëpisë. Fillimisht ishin gjëra të vogla, një orë e vjetër muri, disa pjata që nuk përdoreshin më. Më pas, një karrige që kishte qenë e babait të tij. Ajo nuk i tha asgjë, por Marco e kuptoi menjëherë arsyen. Prania e tij po kushtonte, dhe ajo po përpiqej ta mbante familjen në këmbë, edhe nëse kjo do të thoshte të hiqte dorë nga kujtimet. Ky ishte një nga momentet kur Marco mendoi seriozisht ta ndalte lojën e tij. I erdhi të tregonte të vërtetën, të nxirrte në pa e gjithë pasurinë që kishte dhe të jepte fund kësaj vuajtjeje. Por diçka e mbajti. Një ndjenjë fortë se ende nuk kishte parë gjithçka. Se testi nuk kishte arritur ende pikën e tij kulmore. Kjo pikë erdhi në mënyrë të papritur, në një mbrëmje të ftohtë kur familja ishte mbledhur në kuzhinë. Atmosfera ishte e rëndë dhe fjalët vinin me vështirësi. Marco ndjente se diçka po zjente në sipërfaqe, dhe nuk u gabua. Lucia, e shtyr nga stresi dhe frika, më në fund e artikuloi atë që kishte qenë e pashprehur për javë të tëra. Ajo sugjeroi që Marco të largohej nga shtëpia, të gjente një vend tjetër ku të qëndronte, ndoshta te ndonjë stre ose tek ndonjë i njohur. Fjalët ranë sigur të rënd. Nëna e tij u shtang, syt u mbushën me lot, por nuk foli menjëherë. Marco e mbajti veten të qetë, edhe pse brenda tij po shpërthente një përzierje emocionesh, dhimbje, zhgënjim, por edhe një lloj qartësie të ftohtë. Tani gjithçka po bëhej e dukshme. Familja e tij, ose të paktën një pjesë e saj, po zgjidhte të mbrojë duke e larguar atë. Pas asaj mbrëmjeje, marrëdhëniet ndryshuan rrënjësisht. Marco filloi të ndiej si një huaj në shtëpinë e tij të fëmijërisë. Lëvizjet e tij ishin të kujdesshme, prania e tij gjithnjë më e padukshme. Ai e kuptoi se në sytë e tyre, ai nuk ishte më Marco, vëllai apo djali, por një problem që duhej zgjidhur. Por ajo që e tronditi më shumë ndodhi disa ditë më vonë. Marco dëgjoi rastësisht një bisedë tjetër, këtë herë mes disa familjarëve të tjerë që ishin mbledhur në shtëpi. Ata po flisnin hapur për të, për faktin se kthimi i tij kishte qenë një gabim, se ai po sillte vetëm telashe dhe se ndoshta do të ishte më mirë të mos ishte kthyer fare. Disa prej tyre shprehen edhe dyshimin se ai po shtirej më keq se sa ishte në të vërtetë, por jo në kuptimin që ai kishte pasuri, por se po kërkonte të përfitonte nga të tjerët. Këto fjalë ishin goditja më e fortë deri tani. Marco u ndiej zhveshur nga çdo iluzion. Familja për të cilën kishte menduar, për të cilën kishte punuar dhe kishte ndërruar, po e gjykonte tani si barë dhe si mashtrues. Dhe në këtë moment, ai e kuptoi se testi kishte arritur në një pikë pa kthim. Por ende nuk kishte ardhur akti që do ta trondiste plotësisht, sepse ajo që familja do të bënte më pas, jo vetëm që do ta lëndonte Marcon, por do ta detyronte të përballej me një të vërtet shumë më të errët për lidhjet e gjakut dhe për mënyrën se si varfëria mund ta shtrembërojë edhe dashurinë më të fortë. Vendimi i familjes u mor pa Marcon, pa praninë e tij, pa dinjitetin e një bisede ballë për ballë. Ai e ndjeu këtë që në ajër, në mënyrën se si shtëpia u bë më e ftohtë, në heshtje që zgjateshin, në shikime që shmangeshin. Ishte si të jetonte mes njerëzish që tashmë e kishin larguar shpirtërisht, edhe pse trupi i tij ishte ende aty. Një mëngjes, ndërsa u kthye nga një përpjekje tjetër e dështuar për të gjetur punë, Marco e gjeti nënën të ulur në kuzhinë, me duart e kryshëzuara dhe sytë e skuqur. Në fytyrën e saj kishte diçka që ai nuk e kishte parë kur më parë, turp. Jo për veten, por për atë që do të ndodhte. Ajo nuk foli shumë. Vetëm i tha se disa familjar kishin menduar një zgjidhje, diçka që do t'i lehtësonte të gjithë. Zgjidhja ishte e thjeshtë dhe mizore në të njëjtën kohë. Ata kishin vendosur ta dërgonin Marcon në një stre për të pastrehet në një qytet fshinj. Kishin bërë disa telefonata, kishin pyetur, kishin gjetur një vend ku ai mund të qëndronte përkohësisht. Fjala përkohësisht u përdor për të fshehur faktin se askush nuk po priste kthimin e tij. Marco nuk reagoi menjëherë. E dëgjoi këtë lajm me një qetësi që e habiti edhe veten. Brenda tij, diçka u mbyll përgjithmonë. Ky ishte momenti që ai kishte frikë dhe njëkohësisht e kishte pritur.
Familja e tij, njerëzit për të cilët kishte sakrifikuar gjithçka, po e largonin jo sepse ishte i keq, por sepse ishte i varfër. Ai pranoi të largohej pa bërë zhurmë. Mori çantën e tij të vjetër, hodhi një vështrim të fundit mbi muret që e kishin parë të rritej dhe doli nga shtëpia pa dramë. Askush nuk e ndaloi. Disa e shoshëruan deri te porta me një ndjenjë lehtësimi që mezi fshihej. Vetëm nëna e tij qau në heshtje, duke e përqafuar fort, sikur të ndjente se po humbiste diçka që nuk do ta kthente më kurrë. Streha ku e quan ishte një ndërtesë gri e ftohtë, e mbushur me burra që kishin humbur gjithçka, punën, familjen, dinjitetin. Marco u ul në një shtrat të hekurt dhe për herë të parë, pas shumë vitesh, ndjeu një boshllëk të thellë. Jo për pasurinë e tij të fshehur, jo për jetën luksoze që kishte lënë pas, por për faktin se familja e tij kishte zgjedhur rrugën më të lehtë, ta flakte. Atë natë, Marco mori vendimin e fundit. Testi kishte mbaruar. Të nesërmen, realiteti shpërtheu si rrufe. Një makinë e zezë luksoze u ndal përpara shtëpisë së familjes De Santis. Një avokat i njohur, i shoqëruar nga dy përfaqësues banke, trokiti në derë. Dokumentet që ata mbartnin ndryshuan gjithçka brenda pak minutash. U bë e qartë se Marco De Santis nuk ishte një i dështuar, por pronari disa kompanive, pasuri milionësh edhe investime që shtrieshin nga Milano deri jashtë Italisë. E vërteta ra si një çeka mbi ta. Familjarët u mpin. Lucia u zbar në fytyrë. Burri i saj nuk fliste. Nëna u ul në karrige, duke dridhur duart, duke kuptuar se djali i saj kishte kaluar gjithë këtë dhimbje vetëm për të parë se kush ishin ata në të vërtetë. Dhe e kuptoi edhe diçka tjetër, ata kishin dështuar. Marco u kthye në fshata të pasdite, por jo për t'u hakmarrë me britma apo për çmim. Ai hyri në shtëpi me të njëjtën qetësime të cilën ishte larguar. Tani sytë të gjithëve ishin mbi të mbushur me pendes, frikë dhe një interes që nuk fshihej më. Ai nuk i ngriti zërin. Nuk akuzoi askënd. Vetëm shprehu një të vërtetë që i dogji më shumë se çdo sharje, ai kishte qenë i gatshëm të ndihmonte të gjithë, por vetëm nëse do të ishte dashur si njeri, jo si bank. Marco mori nënën me vete. I siguroi një jetë të qetë, dinjitoze, larg varfërisë që e kishte konsumuar. Për pjesën tjetër të familjes, ai bëri vetëm minimumin ligjor, pa afërsi, pa ngrohtësi, pa kthim pas. Ai nuk i braktisi, por as nuk i shpërbleu për atë që kishin bërë. Fshati foli për vite me radhë. Historia e milionerit që u shtiri varfër u bë legjendë lokale, një paralajmërim i heshtur për ata që matin dashurinë me interesa. Marco nuk u kthye më të jetonte aty. Ai e la pas jugun e Italisë me një plak të mbyllur, por jo të harruar. Dhe në vetminë e re që zgjodhi, Marco e kuptoi më në fund të vërtetën më të hidhur, varfëria nuk të heqë vetëm paran, por të zbulon se kush të do vërtet. Familja e tij e kishte dhënë përgjigjen, dhe ajo përgjigje e kishte tronditur për jetë.